Dita e mësuesit ndërron dijen, udhëzimin dhe përkushtimin e mësuesve. Dita e nënës është një festë të dashurisë dhe mirënjohjes për sakrificat dhe dashurinë e pakufishme të nënave. Të dyja këto festa e kujtojnë rëndësinë e edukimit dhe kujdesit në jetën tonë. Sot, me këtë rast vizituam Lulishten Peoni, një vend ku bukuria e natyrës takohet pikërisht me këto dy festa të veçanta të muajit mars, dita e mësuesve dhe dita ndërkombëtare e gruas. Pronarja dyqanit Enisa Popi na tregoi se puna ka qenë e madhe këto ditë dhe interesimi i klientëve ka qenë shumë i lartë. Ajo shtoi se kjo periudhë ka sjellë një fluks të madh njerëzish që kërkojnë të shprehin dashurinë dhe mirënjohjen përmes luleve. Sot jemi në festën e 7 marsit, nesër kemi edhe 8 marsin. Sa ishin të vështira këto përgatitje, por na tregoni edhe sa ishte interesimi sot pikërisht. Kështu interesimi ka filluar që 3-4 ditë edhe ka pas punë shumë, kurse sot normal më tepër se e dita mësuesit, edhe nesër pritet me pas më tepër. Përgatitjet vijojnë prej Mashën Valentinit, domethënë që një muaj për me arrit me kenë sot gati krejt. Po na tregoni pak ku ishte fokusi më tepër përgjatë kësaj dite për shembull. Sot të dita e mësuesve fokusi është më tepër te karanfilat që janë pak më të lirë për më mësuar nxënësave, më blesë kanë shumë, kurse nesër shkojnë gjitha. Po nesër është edhe dita e nënës, dita e gruas. Na tregoni cilat ishin përgatitjet, çfarë keni arritur të sillni njëriësi, një diçka ndryshe për nesër. Ne mundohemi gjithmonë me pru diçka të re, diçka më interesante për popullin që s'është pa këto. Së fundmi kena sjell për Shën Valentin edhe për festën e nanës, kombinim me çokolada, me Dubai Chocolate që kanë qenë trend, dhe me torta që tash i kena bë me nanë dhe mamë, me shkrujt, diçka janë më interesante se herët tjera. Enisa theksoi se Lulishtja Peoni ishte munduar gjithmonë të ofrojë diçka ndryshe dhe unike për t'i bërë këto festa dhe më speciale për gjithë ata që i besojnë. Me qenë se Peoni, kjo Lulishtja e Enisës, gjithmonë ka risi dhe gjithmonë është me trendin, është një hap më përpara se Lulishtet e tjera. Çfarë do të kemi diçka, ndonjë gjë ndryshe në vijim? Çdo herë punoj për përgatitjen e idejave të reja, siç ju thash, këtë herë kemi me torta dhe me çokolada, edhe gjithmonë do shohim me ecë çka ka diçka më të re. Dhe për Ramazan, masi që është edhe muaji i Ramazanit, kemi përgatitur hënat që i kombinojmë edhe me hurma apo sipas dëshirës së klientit. Me lule domethënë. Me lule, me hurma, kjo është një risi që kemi sjellë vjet dhe e praktikojmë edhe si vjet. Po ka punë Enisa, ka klientel të mjaftueshme për të vijuar si një biznesmene e re. Si viti i parë që kam kaluar me këtë biznes, nuk më manku, është shumë mirë. Tash do shohim në vijim dhe i falenderoj me këtë rrugë të gjithë që na suportojnë.